të Kryesia e Kuvendit, tani të nderuar shikues, flasim dhe ndjekim drejt për drejt zotin Klevis Balliu. Tani më, punonjësit e të cilëve janë intimiduar dhe vendosur nën kontroll. Kjo skem nuk ndalet e administrata. Kjo skem është një afere kapjes së policisë shtetit duke e shitur atë te kriminalët e rrugës për interes të trafiqeve ilegale si elementet narkotik apo baset e lojrave të fatit ku nuk mund të rri pa u përfshirë, siç kemi parë edhe Olsi Rama, vllai i kryeministrit. E deri tek përdorimi i TIMS për hakmarrjet mes bandave si dhe interesa kriminale të pengmarrjet e biznesmenëve dhe zyrtarëve të lartë dhe sipas shumë burimeve prek edhe njerëz të tjerë afër me familjen e kryeministrit si Armando Frangu. Por për te gjithçkaje, afera e Akshit nxorri në pa një të vërtet të hidhur. SPAK është treguar totalisht i pafuqishëm të godas këtë aferë sepse në të është Edi Rama dhe grupi i tij i ngushtë. Arrestimi në Francë i Ermal Beqirit është prova më domethënëse se SPAK nuk arriti të arrestonte as me BKH-n, as me policinë e shtetit. Drejtësia shqiptare nuk mund të vazhdojë të presë që Franca, Gjermania, Belgjika, Spanja apo antimafia italiane të bëjnë punën e tyre. Nuk mund të quhet hetim i vërtet nëse nuk thirret Edi Rama në SPAK, nëse nuk hetohet pasuria e Edi Ramës, nëse nuk konfiskohet telefoni i Edi Ramës, në të cilin sipas shumë burimeve ka shumë telefonata të Ergys Agasit. Nëse SPAK kërkon të provojë se është një institucion i pavarur, duhet të ndjek paran, duhet të zhvillojë hetime të plota pasurore si për Ramën, Belinda Ballukun, Olsi Ramën, Ermal Beqirin, Ergys Agasin, Armand Frangun, Gentian Likajn, Geron Meçen, Mirlinda Karçanajn, Daniel Shimën, Hava Delibashit, Altin Janit, Elira Kokonës, Gjergji Taos, Igli Tafës, Kreshnik Tërnovës dhe Fiorenc Zguros. Hetimet duhet të shtrihen gjithashtu te afera Durana, te lejet e kullave të Ilir Proda dhe të Neritan Nallbati dhe të lidhjet mes grupeve kriminale të Tiranës, Durrësit dhe Elbasanit, të cilat kanë një nyje lidhëse që quhet Ergys Agasi. Ka kaluar një vit dhe ende nuk ka asnjë përgjigje bindëse për këto çështje. Po aq alarmante është edhe ajo që ka ndodhur në sektorin e mbrojtjes. Në interpelanca dhe në Komisionin e Punëve të Brendshme dhe të Mbrojtjes kam denoncuar prej muajsh skemën Kajo, ku në qendër qëndrojnë Belinda Balluku dhe Ron Jefet. Sipas fakteve, përmes kësaj skeme është marrë nën kontroll një pjesë strategjike e industrisë ushtarake shqiptare, kompani që merren me prodhimin, furnizimin dhe tregtimin e armëve, municione dhe pajisje ushtarake, një sektor që lidhet drejt për drejt me sigurinë kombëtare. Ron Jefet bleu një pjesë të një kompanie për vetëm 490 euro dhe më pas, përmes bashkimeve të kompanive dhe vendimeve të firmosura nga Belinda Balluku, arriti të ushtrojë kontroll mbi kompani të industrisë së mbrojtjes që përfituan kontrata publike me vlera miliona e miliona euro. Kur i njëjti rreth njerëzish kontrollon njëkohësisht vendimarrjen politike, kompanit përfituese dhe fondet publike të mbrojtjes, nuk kemi më të bëjmë vetëm me një korrupsion, kemi të bëjmë me një cënim të drejt për drejt të sigurisë kombëtare. Prandaj sot, emrat Edi Rama, Ergys Agasi, Belinda Balluku dhe Ron Jefet nuk përfaqësojnë vetëm një individ. Ata simbolizojnë një model qeverisjese ku pushteti, korrupsioni dhe pandëshkueshmëria ecin krah për krah, ndërsa institucionet që duhet të mbrojnë ligjin zgjedhin heshtjen. Në cilësinë e nënkryetarit Komisionit Punëve të Brendshme, kam kërkuar ngritjen e Komisionit Hetimor Parlamentar për aferën e Akshit dhe do ta mbrojmë këtë kërkesë deri në gjykatën kushtetuese pasi Parlamenti, prej frikës se çdo të nxjerrë ky komision, e refuzoi në shkeljet kushtetutës. Sepse siguria kombëtare nuk mund të administrohet si pronë private e pushtetit dhe shteti nuk mund të dorëzohet në duart e korrupsionit. Faleminderit. Jam i hapur për pyetje. Çfarë do duhet të bëjnë drejtësia shqiptare? Pastaj po ashtu ka pasur edhe një person tjetër i akuzuar si drejtues i grupit të Akshit. Çfarë po thotë ata për Ergys Agasin? Deri në sot ajo çfarë ne mund të themi për hetimet që po bëhen drejt Akshit, më shumë se sa hetim kemi mbulim.
E vërteta është që qoftë për Ermal Beqirin është përfolur në shumë media që ai ndodhej në Francë. Dhe nëse do të kishte një kërkim serioz, atëherë drejtësia shqiptare bashkë me aleatët do mund të kishte kryer veprimet e duara. Në rastin e Ergys Agasit, burime të ndryshme thonë që ai vazhdon të mbajë marrëdhënien e ngushtë të tij me Suel Qelën dhe kartele të tjera, duke u zhvendosur nëpër apartamente apo shtëpia të tjera, të cilat policia do të kishte pasur mundësinë dhe e ka mundësinë të shkojë deri në fund, edhe BKH-ja e ka mundësinë të shkojë deri në fund, por refuzojnë të shkojnë. Pse e themi refuzojnë? Ne kemi denoncuar aferën e Akshit prej kohësh. Ergys Agasi ishte në Tiranë, hynte dilte në SPAK, denoncimet ishin bërë prej vitesh, kur i dinte opozita të gjitha ato fakte dhe prova, pse nuk i dinin këta? Ne deputet të opozitës, apo eksponent të opozitës, apo gazetar dhe media, nuk paguen nga 10.000 euro në muaj si shpaguen në SPAK, dhe i dinin të gjitha këto informacione. Ata e kanë vonuar qëllimisht që kokat e këtyre aferave të shpëtojnë. Njësoj si që larguan edhe shishet e verës, që pasi ishte sekuestruar apo ishte rrethuar nga policia, ditën e nesërme kushuriri Ergys Agasit vjen dhe merr 3 milion euro mall shishe vere. Pra kjo tregon fiktivitetin e hetimit. Dhe nuk mund të ketë hetim për Akshin pa thirrur Edi Ramën. Nuk mund të jetë mundur që mund trasësh çdo njeri në hetim, kërkon hetim për çdo njeri, merr telefonin e gjithkujt dhe nuk thret njeriu kryesor që është shefi i të gjitha ati institucioni, se Akshi është në varësi të kryeministrit dhe ka telefonata të pafundme të Ergys Agasit me Edi Ramën, sepse ai ka qenë njeri i afërt, të kemi parë në takimet e kryeministrit dhe kudo tjetër. Nuk mundet të ketë hetim serioz për sa kohë nuk thirret Edi Rama. Unë jam i bindur që Edi Rama e dinte fare mirë ku ishte Ermal Beqiri. Dhe e vërteta është që tek Akshi, kompani të lidhura me Ermal Beqirin dhe me Ergys Agasin që kanë bërë biznes më parë, vazhdojnë e sot e kësaj dite të marrin tendera. Pa diskutim jam i sigurt që Komisioni Hetimor do mund të nxirrte dhe emra të tjerë që këtu nuk janë. Unë nuk mund të bëj me faj asnjë nga ato persona, se ajo nuk është përgjegjësia ime, unë nuk jam gjykat, por që ata kanë dieni dhe që ata dinë diçka, kjo është e padiskutueshme. Unë mund të kem mendimin tim personal për disa prej tyre që janë apo s'janë fajtor, po ajo nuk është çështje e një komisioni hetimor. Komisioni hetimor do të ndihmonte hetimin. Unë kam çuar dhe këtë e keni fare lehtë të provueshme, një kërkesë SPAK, pasi justifikimi i parlamentit ishte që kjo është një çështje në hetim dhe nuk mundet ketë një komision hetimor se mund prishi hetimet. Unë e kam pyetur SPAK-un dhe ata më kanë kthyer përgjigje që komisioni hetimor nuk prish absolutisht asnjë punë, por thjesht Edi Rama kërkon të bllokojë hetimet, ai kanë kontroll një pjesë të mirë të SPAK-ut në mos të gjithin, se prandaj jetohet gjithkush përveç Edi Ramës atje. Dhe mendon që një komision hetimor do t'i prishte punë dhe mire ka se punë do t'i prishi. Po komisioni hetimor do të bëhet me patjetër se është një drejt kushtetuese. Është e fituar dhe më parë siç e dini dhe ju. Dhe pa diskutim, jam i sigurt që do të fitojmë sërish në gjykatën kushtetuese për të ngritur një komision hetimor për një çështje kaq të prekshme ku janë marrë të dhënat personale të qytetarëve dhe u janë dhënë bandave, ku janë marrë paratë të qytetarëve dhe janë dhënë bandave nga një person që zyrtarisht nuk rezulton të jetë në punë me asnjë vend. Por komisioni hetimor i ndihmon edhe institucionet ligjzbatuese nëse duan të hetojnë. Dhe nëse nuk duan të hetojnë, ndihmon qytetarët. Faleminderit.